Selam aleikum, lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Imami i Shabes, sot në namazin e akshamit, lexoj një ajet Kur'ani ku flet Zoti i gjatësisë. Pra flet për jo besimtarët e asaj kohe Mekke, të cilët thanë wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Dhe thanë sikur ky Kur'an ti zbriste ndonjë njeriu të madh prej dy qyteteve. Allahu i lartësuar thot: a mos vall, ata e ndajnë mëshirën e Zotit tënd. Idhujtarët e Mekës kundërshtonin për profecinë e pejgamberit alayhis salam, sepse thoshin Muhamedi alayhis salam pra nuk ka, ata e vlerësonin nga çështja e pasurisë. Ashtu si shumë njerëz sot i shikon, ai e vlerëson pra tjetrin vetëm nga pasuria. Por mëshira e Zotit gjatësisë tek Allahu i lartësuar, ajo që vlen është e brendshmja. Është zemra e njeriut, është besimi i njeriut. Dhe subhanallah, në atë kohë ata pra mendonin se profecia duhet ti zbriste ose ti ishte dikujt pra që kishte pasuri, kishte pushtet. Ndërkohë çështja e besimit nuk ka lidhje me qenë tjetri, me qenë besimtar duhet me qenë me pushtet, apo me qenë besimtar duhet me pas pasuri. Pasuri është pasuria e shpirtit. Me pas njeriu zemrën e pastër, me pas njeriu qetësinë shpirtërore. E profeti sallallahu alaihi wasallam kishte çdo cilësi të mirë, çdo virtyt të bukur. Allahu i lartësuar e përzgjodhi që t'ishte profeti, vula e profetëve, profeti i fundit. E Kur'ani, libri i fundit hyjnor që shpalli Zoti i gjatësisë. Subhanallah. Ajete këto të cilat e bën njeriu të meditoj thellë, e të meditoj shumë. Se sot në ditët tona shikon shumë njerëz që vlerësimin ndaj diçkaje e bëjnë thjesht pasuria, fama, pushteti, ndërkohë vlerësimi tek Allahu i lartësuar është krejt, diçka krejt ndryshe. Është ajo që vlen tek Zoti i gjatësisë, është adhurimi Allahut të lartësuar njot vetëm. Besimi të madhit Zot njot vetëm. Kjo është ajo që e nderon dhe e lartëson njeriu tek Zoti i gjatësisë. Zbatimi i urdhrave të Allahut të lartësuar, falja e namazit, bërja e veprave të mira, respektimi i prindërve, ruajtja e lidhjeve farefisnore, bamirësia, nderi. Këto janë ato që vlejnë e shpërblehet për to njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër.